Kemi vendosur mysafirën me quajt Mbretëresha e Qiellit. Lesieta Thaçi, faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja. E ke marrë kontrollin e ajrit tash pa viza, po më duket se keni atë milion kërkon me çarkulluan ja. Tash po do të më majt humble, çush kena thonë, të majna për tokë se na airball. A mos ki çare në një moment pa e përjetu. E para e botës në paraglide nuk është që arrihet lehtë. Absolutisht jo, është punë e madhe, përkushtim i madh dhe jo vetëm personal, patjetër që do njerëz që të përkrajnë, duhet ekip e fortë, për cilën jam shumë falenderuese që e kam, është klubi Shqiponia te Kastriotit që është foleja e kampionëve. Nuk jam e vetëm, jam me rezultate të mira në këtë fushë, fatmirësisht. Është energji shumë e mirë, punë shumë e madhe, gjithashtu edhe Federata Aeronautike që është na përkra me aq sa ka mundësi në këtë pjesë. Përkushtimin ndaj sportit e ke dëshmu, po mendoj gjithmonë, po edhe kësaj here nuk është që e ke përjetu këtë momentin qet edhe me pa që e para në anglisë në botërore, ke pa shkurt, po prap i kon ushtrime, tu ka dasht mos me pa një pjesë edhe kur e ke hap telefonin, pastaj kur ke pas rrjet, ka shpërthy njerëzit. Nuk kam pas kohë shumë edhe për gjithë arsye thash më vjen kaq për njerëzit që nuk kam mujt nashta dikujt më ja kthy mesazh nëse diçka më kanë dje në stërvitje gjithë ditën, sot po ashtu në stërvitje gjithë ditën edhe nuk kam pas rrjet, kështu kur kam hi edhe u lidh gjithçka ke bum, po isha tu bogati me art të te. Gjithçka shpejt, s'kam pas kohë nashta as me unal edhe me shiju për veti, po që është shumë kënaqësi edhe nder i madh për mua që kam arrit këto rezultate fal punës edhe njerëzve që më kanë mbështetur shumë. Thonë për sportistat, kur e arrin kulminacionin, na tjertë që jemi anash e përjetojmë, po realisht sportisti nuk është që e përjeton që nga momenti fillestar. Nuk është që adaptohet me njëherë me realitetin e ri. Ka fakt. Fakt është kjo, për shkak se ti punon shumë edhe njerëzit e shohin që atë momentin kur shpërthen gjithçka edhe po është shumë mirë kur vlerësohet sidomos sporti, po që është një rrugtim shumë i gjatë edhe kërkon disiplinë shumë të madhe, angazhim ditor edhe ja ku jemi. Çka më thonë, halo, ta thash edhe më herët, halo nuk kam mujt me marr mirë në kuptu çka ka ndodhur, po që jam shumë e lumtur edhe shumë falenderuese. Edhe dy elemente. E para në aspektin personal, kur arrin se kjo është kulminacioni, mos ka kur shkon më lart. Qysh është ndjenja një, edhe e dyta, këtë sukses kujt ja dedikon realisht. Se besoj dikush duhet me qenë që lista njerëzve cilëve do na më ju falenderu edhe është shumë e madhe. Unë jam shumë e lumtur që nuk më thonë që nuk ka self-made, apo kupton? Aq më tepër. Nuk e bën vetë. Jo, absolutisht jo. Aq më tepër në sport. Duhet me kon shumë njerëz për shkak se ka një herë ti ki do momente dëshpërimit tua, do momente kur nuk nihesh shumë mirë, nuk nihesh sikur mundesh më ja dal, edhe është shumë e rëndësishme kur ki njerëz rreth vetes që ty të bojnë me kuptu që po mundesh edhe ja dal. Për mua nuk ta kam thonë ty personalisht, po që me një pikë kur jam kanë të ushtru, jam kanë gati të dorëzu, edhe e kam diskutu këtë sen edhe me trajnerin tem Fanol Shalën, cilin e falenderoj jashtëzakonisht shumë, që ka besu në mu edhe më ka motivu me vazhdu këtë sport, për shkak se më kanë gati me e ndërprej. Kemi pas bisedë faktikisht që kam thonë, po menoj që çto kryet edhe nuk po nina sikur muj me vazhdu për shkak të presionit, shumë saneve tjera, puna, angazhime, gjithçka tjetër. Edhe një bisedë me to, edhe një motivim i mirë prej çfarë. E ka ndryshu komplet mohabeti. Brenda ditës ka ndryshu, për shkak se ka ditë çka më thonë edhe ka ditë që unë nuk jam të dashur me lënë realisht, po që kanjëherë nuk sheh. Kanjëherë nuk shet çka ki përpara, edhe dohet dikush me ta rikujtu. Vjen mentalisht dikur ki me ra dikon, a vjen. Edhe në atë bisedë me trajnerin më kam thënë që okay, po më ka thënë nuk ka diçka që është e pamundur. Ideja është a je tu dash ti, a nuk je tu dash. Nëse s'don, është në rregull, e mirë kuptoj edhe e lajna, por nëse je tu dash, edhe je tu qit arsye jo është që kjo, ato janë arsye krejt që zgjidhen edhe kanë mendot. Kështu që unë falenderoj jashtëzakonisht shumë edhe për te i familjes edhe këtë njerëzve që janë falenderuese, një falenderim shumë të veçantë dhe nështë dedikimin e krejt këtij suksesi e meriton Fanol Shala definitivisht. Po më i me marrë me mend sa krenar dhe sa emocional ka mujt me qenë Fanoli, i cili edhe pat edhe një postim për ty pas një periudhe
arrin me qenë e para e botës. Përpos aspektit personal, këtu është një çështje tjetër që e përfaqëson edhe vendin, e përfaqëson edhe shtetin, e përfaqëson edhe flamurin. Pra flamuri i Kosovës tash figuron në vendin e parë. Kjo është krenari në vete, normalisht, me çdo herë, me çdo sukses që ka ardhur, mas saj na ka ardhur edhe një përgjegjësi goxha e madhe, edhe ke thonë ashta që okay, kur të më rrit çto, kam më kon shumë jema konfidente me çdo arritje, me çdo trajnim të suksesshëm, me gjithçka tjetër, të vjen konfidenca patjetër. Po që e sheh që krahas asaj konfidence gjithçysh edhe përgjegjësia rritet shumë. Aq më tepër kur jetu e përfaqësu vendin, edhe un kam fatin me kon edhe kombëtarës Kosovës që është komplet emocion tjetër kur lun për të. Pse vëlla po më intereson Nisan, pse qikat arrin shumë sukses sidomos në Kosovë. Në shumë sporte kanë dëshmu. Nuk e di, nashta A është përkushtimi më i madh? Përkushtimi është i njëjtë, po besoj, po që jemi luftare, nuk jena ato vajzat e brishta që na shohin ton kohën. Edhe shumica në sporte ekstreme. Po, momentin e parë që ty t'jepet mundësia me dëshmu, edhe i ki njerëzit që të motivojnë, thash edhe më herët, ka shumë rëndësi, kallëzo me kënd rend kallëzoj kush je, nuk është rastësisht kjo punë. Kështu që unë e kam fatin shumë të madh që kam qëlluar mes njerëzve me vullnet shumë të madh dhe më ka kap ajo energji edhe patjetër që nuk mundesh, nëse një ditë ti nuk je me disponim shumë të mirë, edhe je në ushtrime, edhe e sheh për shembull Fanolin të ushtruar, e sheh Migjenin të ushtruar që ashtu janë top pilot, janë top 10 të botës. Që po ushtrojnë në ju. E sheh patjetër, përveç tyne e sheh djalin e Migjenit, Arbër Shalën, i cili është një pilot i jashtëzakonshëm, e sheh Anisa Shalën që krejt këta që jam të i përmend nuk janë me suksese vetëm kombëtare, janë pilot shumë të suksesshëm ndërkombëtarisht. Edhe ti dashte është sen që unë dona më ju falenderu shumë atyne se merr prej energjisë tyne. Nëse ti nuk jetu një mirë, gjithçysh i sheh ata dhe të motivojnë, edhe ti më thon ka dalë se çka kanë ata, çush po ja dalin ata, çu edhe ti ec graj se nuk ka vakt me pushu. Kështu që unë jam shumë falënderuese ndaj këtyre njerëzve, jam falënderuese ndaj familjes Shala komplet, se nuk është veç klub, është komplet familja që na i ka hap dyert. Jo veç në ditë kur ki suksese, se është shumë mirë njerëz të shohin kur ki suksese dhe të urojnë e krejt, po që familja Shala është familja që i ka hap dyert prej momentit kur na kena vendos me u marrë me sport. Edhe jo veç për mu, është sen që e ka bo për secilin antar të klubit që don me u marrë me sportin. Janë familje që e dojnë sportin edhe e kanë dëshmu. Sakt. Edhe tjetra është që njerëzit tifozët ose qytetarët nuk e shohin pjesën kur ti je keq. Kur e merr ndihmën e tyre, prandaj këto fjalët e kanë justifikimin edhe kanë ata që po e thu. Diferenca është bërë në garën e fundit që ke marrë pjesë në Tajland. Për çka është bërë fjalë, çfarë gare? Në Tajland kemi marrë pjesë në 2 gara. Gara parë ka qenë test event për kampionatin botror i cili ka ndodhur në vitin 2027. Gara e dytë ka qenë Asian Championship, kampionati aziatik, në të cilin na nuk kemi pas drejt me kon pjesë e podiumit. Shkako që nuk keni prej kontinentit Azis. Po që pikët e garave i merr edhe ato pikë ndikojnë në ranglistën e pilotëve më të mirë në botë. Në këto 2 gara unë kam pas fatin me dalë shumë mirë, po ashtu edhe pjesëtarët e ekipës. Fanoli e ka nxjerrë vendin e 3 overall, që nuk i ka taku medalje, po gjithsesi ka qenë sukses i madh. Migjeni po ashtu ka qenë top 10 të pilotëve, edhe unë këtu kam dalë e 2-ta te femrat edhe 14-ta në overall. Që në Paraguay do është edhe overall djem e qika, do të thonë bëhet kombinimi. Që kjo është e mira e çti sportit tek femrat. Se futën konkurrencë. Po, patjetër. E ki kategorinë tonë që ti konkuron me to dhe merr meritat e tua për në kategorinë e femrave, po gjithsesi nëse ti mundesh mja dalje shumë e hapun me nxona edhe vendin e parë të femrat edhe të meshkujve. Kështu që për momentin unë jam edhe e 24-ta në ranglist pilotëve overall në këtë botën përveç kësaj. Një video që e pata knacirën me papë se ka pa tjerë të halë se ke postu, ke momenti kur ke prek në pikën 0, do më thonë maksimumi i pikëve që merren është në 0. Jo, minimumi është. Po më nej minimumi, se maksimumi është keq. Best score. Po, best score. Po. Ajo video ka qenë pjesë e garës në Tajland që ka marrë pjesë. Aty ju më kanë shumë mirë me pozicion deri në raundin e 4. Në raundin e 4 ka një farë
ajri, po menoj, nuk ke shumë i favorshëm, edhe une që ato e hupa vetën ke një gabim shumë i keq i jemi, edhe mora maksimum score para ati roundit që rash në 0. Edhe u dëshprova shumë, kom kajt, tash bona realiste. Jam prej aty njerëzve që kom thonë që nuk kaj kur ngar, nuk bën me të pa kërkush të kajt, si a dohet kënaqësi kërkojna, po që janë emocione, janë sene që nuk mundesh me ju përmbajt realisht. Edhe mas çdo raundi na kena kohë dhe me kom fol me Fanolin edhe kom thonë që të round veç 0, tjetër sa nuk i pranoj vetës, nuk ka shanca. Edhe kom shku nalt, tu mundu me qetësu vetën, tu mundu me marr veten mas atij rezultatit keq. Edhe kur kom ardh prej ka 0 edhe ka shumë mirë për shkak se çaj rezultat më ka qit prapë në pozitën e parë overall që kom vazhdu me majt deri në raundin e fundit. Në raundin e fundit mas nej pak. Sigurisht, unë mendoj që sportistat elitar dallohen në këto faza kur je poshtë edhe gjen motivin për me u ringrit prapë. Për ndryshe nëse kishe qenë në një viz, kish pas jo relevante. Ajo edhe e bën se përjeton poshtë kur. Patjetër, ajo e bën edhe ma të kënaqshëm suksesin mas nej. Po, me arrit këtu ku ke arrit ti, është jashtëzakonisht e mundimshëm. Po du më nalë tash te pjesa e përgatitjeve edhe te kjo, se ti realisht i ki një vjet e gjysmë këtë sport. Profesionalisht. Po, kur ke arrit, kur ke fut profesionalisht. Periudhë shkurt për neve, me të pa ty ka shpejt në vendin e parë, po realisht është gjatë për ty kur je brenda me stërvitje me gjithçka tjetër. Kjo është e vërtet, për shkak se mu më është dasht me nal gjithçka tjetër tjetës. Do të thonë jo punë, jo të dalne, kur gjë tjetër përveç paraglidit, gjë që e kom bë me shumë qef edhe me shumë dashni, për ndryshe ky rezultat nuk isha arrit. Kemi punu fort edhe vazhdojmë me punu fort me komplet klubin. Çdo ditë që kemi mundësi, kemi erë të mirë, na vazhdojmë dalim stërvitje, ka ditë që i bojmë 70 deri në 100 fluturime mbrana ditës. 70-100. Po. 50, mandej po menoj varion në bazë të kushteve atmosferike, mirë po ka pilot, për shembull Fanoli Migjeni kanë pas 100-110 fluturime mbrana ditës, që është kogja rekord me bo. Domethënë veç me ecë, me shkumë, edhe më lshu poshtë pa u koncentru, heq me ardh te pika, është punë e madhe. A dihet për shembull sa mundet me qëndru në ajër mbrana një fluturimi, kur janë fluturimet më të mëdha? Po, në fluturime më të gjata, atëherë ti mundesh me zgjedh sapo do me qëndru në ajër. Po. Për shkak se nëse je tu dashur me bë fluturim, për shembull cross country, mundesh me nejt me orët tona në ajër, veç e gjen pikën ku po do më nis, mas ne i përdor termikat për me marrë në altësi edhe ti me nejt sa më gjatë në ajër, po që na këto trajnimet tona ditore i bëjmë fluturime të shkurta për shkak se na duhet me ushtru kamën, është precizion edhe na duhet me në çfarë do lloj kushte të erës na me kon të gatshëm me prek rezultatin më të mirë. Shumë interesant ke fakti që edhe sot para se marrë në emision ti ke stërvitje, e shikon stërvitjen e gjatë ditës. Ton ditë. Edhe u kanë maraton, domethënë, stërvitje, niftar shpejt edhe tungo më bë gati me ardh këtu. Brenda javës nëse llogaritet, sa prej ditëve mundet me pas ushtrime lisjeta, a mundet me pas çdo ditë? Po, nëse kushtet atmosferike na i mundsojnë, atëherë ka ndodhur që kemi pas edhe çdo ditë brenda javës. Qyshi matni kushtet? Qyshi dini nëse kushtet janë? Kemi një aplikacion që është Wendy, që e shohim shpejtësinë e erës, edhe faktikisht neve na duhet mos me pas shi. Kur nuk ka shi, nuk ka erë të fortë, kemi limitet e erës që na duhen me ditë. Kur jemi brenda kushteve gjithçysh dalim. Edhe për fund se na shkoi biseda clean. Shumë shpejt, a? Shumë shpejt. Për fund, cilat mbeten tash planet? E përmendë botrorin që ka më zhvillu vitin e ardhshëm. Para botrorit a ka aktivitete, a kemi marr pjesë edhe cilat janë planet realisht. Po flasim në afat shkurt. Patjetër. Faktikisht tash në mars kemi më shku direkt në Itali, është Kupa e Botës që i ka 4 seri edhe fillon seria e parë që kam marrë. Ato kemi me kanë me komplet ekipën. Shpresojmë për rezultate shumë të mira dhe jemi të shku, në fakt synojmë rezultate të mira. Mandena kemi me fillu edhe me kampionatin shqiptar që fillon në Berat, po ashtu në mars. Ka gara kogja shumë, po ndërto është edhe kampionati evropian që kam majtë në tetor në Rumani, që po ashtu synojmë me kanë shumë mirë edhe atje. Edhe pastaj vetet botrori i vitit tashëm. Po. Ka me pas gara shumë edhe punë të madhe shumë, trajnime, gjithçysh
po që tash për një perspektive tjetër, me mbrojt pozitën e parë. Patjetër, nuk është kanjëherë nuk është zonë me i marr po me qëndru tani në pozitë dhe me majt çat pozitë çatëherë është puna më e madhe besoj. Po që ja dalim për shkak se kemi përkraje, kemi njëri tjetrin. Unë po dua me falenderoj shumë edhe Federatën Aeronautike të Kosovës, edhe kryetarin zotrin Avni Kuqi, i cili është u mundësu që na me marr pjesë edhe me i ndjek këto garat më të rëndësishme që i kemi. Për shkak se edhe si Kosovë jemi në pozicion shumë mirë në botë edhe njihemi për ekip të mirë në botë, kështu. Edhe u dëshmu dorën zamë. Dëshmu kjo. Na keni bo krenal, faleminderit shumë. Na të urojmë të shëndet mas pari, edhe rezultatet besoj kanë me të ardhur më rapa. Faleminderit shumë për ftesën, jam shumë e kënaqur edhe nderuar që jam këtu.